Historitë ku parat në dorë mund të përdoren për të prodhuar dezinformata duken si skenar filmash, por në disa dosje hetimore të ngritura nga autoritetet e vendit, janë hedhur teza se mjetet e shërbimeve sekrete janë përdorur për të ndërtuar narrativa dezinformuese. Në hetimin e prokurisë speciale, i njohur si rasti i agentit Sheholli, u ekspozua prova se një shqiptar nga Kosova kishte marrë para nga bija serbe për të prodhuar dhe shpërndar informacione në Kosovë. Në gjurmimin financiar të financimit të mediave në Ballkan, ulëmtuesit kanë gjetur se mjetet e kompanive ruse janë investuar në vazhdimsi në media të ndryshme. Është mendimi jam, është i saktë se këto funde vinë cash. Unë besoj që cash vinë edhe përfundojnë tek mediat që financojnë një çështje të caktuar. Ato që din nga praktika e di që viteve të fundit, në vitin e fundit, në gjysmën e dytë të vitit të fundit e di që pej Serbia kanë qenë shumë të interesuar me fut në media agentën gjëja se ka një konflikt të papajtueshëm në mes të Vučićit dhe Miloradićit. Qysh ka ndashtë të mërështi? Ka ndashtë në media që janë me influencë, personat që kanë ndikim në opinion publik, që ta korruptojnë një 200.000 euro në mënyrë që me përhap në popullatën e Kosovës se Vučići dhe Radojčić nuk janë në një linjë të njëjtë.